Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Collagen Superdose, Eptaderm, Luna Farm, Italmed, Organik, Shëndeti dhe Mirëqenia. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të Glowcast. Unë jam Edita Hyzeni, farmaciste dhe specialiste e shkencave kozmetike. Epta-PSO është një linjë dermatologjike e formuluar posaçërisht për lëkurë me hiperkeratoz, pra trashje të tepërt të shtresës korneale. Produktet bazohen në urea me përqindje të ndryshme dhe përbërës keratolitik që zbusin dhe reduktojnë trashjen e lëkurës, heqin luspat dhe ngurtësimin, rikthejnë butësinë dhe elasticitetin, lehtësojnë kruarjen dhe irritimet e shoqëruara me hiperkeratozën, përmirësojnë dukshëm strukturën dhe pamjen e lëkurës. Epta-PSO 10% Rich Emulsion është një emulsion i pasur i formuluar për lëkurë të thatë dhe të trashur. Urea 10% ofron hidratim intensiv dhe zbutje progresive të zonave hiperkeratike. Përdoret për trup dhe zona të mëdha me trashje të lehtë mesatare. I përshtatshëm për përdorim të përditshëm. Epta-PSO 50% Cream është një krem shumë i fuqishëm keratolitik për zona shumë të trashta. Urea 50% ndihmon në tretjen e shtresave të forta të lëkurës, është ideal për bryla, gjojnë, thembra, duar ose zona me hiperkeratozë të theksuar, përdoret si trajtim i targetuar. Epta-PSO Cream 30% është një krem keratoreduktues për trup dhe skalp. Urea 30% punon në mënyrë të balancuar për të ulur trashjen pa shkaktuar irritim. I përshtatshëm për luspa të forta në trup ose kokë, lehtëson kruarjen dhe rifreskon lëkurën. Epta-PSO Daily Cleanser është një gjel pastrues i përditshëm për lëkurë të trashë dhe të ndjeshme. Heq butësisht qelizat e vdekura pa dëmtuar barierën. Përgatit lëkurën për aplikimin e produkteve me urea. Qetëson skuqjen dhe thatësinë. Epta-PSO Nails është i formuluar për thonjtë me hiperkeratozë dhe trashje. Urea 40% zbut pllakën e thojit dhe ndihmon në uljen e ngurtësimit. Përmirëson depërtimin e trajtimeve të mëvanshme, është ideal në trashje të thonjve nga trauma, mosha ose ndryshime kronike. Epta-PSO Shampoo është një shampo keratorregulluese për skalp me hiperkeratozë dhe luspa. Urea në përqindje të ulët 5-10% zbut dhe lehtëson heqjen e luspave. Qetëson kruarjen dhe freskon skalpin. Mund të kombinohet me Epta-PSO Cream 30% për rezultate më të mira. Në vazhdim do të diskutojmë mbi shëndetin oral me stomatologun tonë të ftuar, e cila është edhe specialiste e ortodoncisë, doktoresh Raimonda Gashi Baftiu. Raimonda, mirë se erdhe në Glowcast. Mirë se vjen. Raimond, me çka merret masaktësisht ortodoncia si degë e stomatologjisë? Me një fjalë shkurtër, ortodoncia tonë është njëra prej degëve të stomatologjisë. Unë për veti muj me qytë është më vretrisha stomatologjisë, edhe është specializimi cilën e kam pas gjithmonë qaft me gjithë. Merret me pjesën drejtimin e dhëmbëve, mirë po është edhe pjesa interceptive, më thënë drejtimin jo vetëm dhëmbëve, mirë po dhe ndikimin në nofllat cilat e bojnë. Cili është miti më i shpesh që dëgjon rreth shëndetit oral? Njëne prej mite, me thonë, cilën është me pasru dëmë të stomatologu të hollohen dëmt. Nuk është disfa që nuk është as pak e vërtet. Largimi i të pozitiveve të forta dhe nuk është se dëmtojnë dëmin ose të hollojnë dëmin. Dëmbi mbulohet me ato dhe duket gjithmonë që është më i frym. Minutin që na i largojna, del struktura normale e dhëmbit dhe i duket të pacientit që është të hollu dhëmbi. Kjo është mit, më thonë, pastrimi i dhëmbëve nuk i vën dhëmbët më të hollë. Miti tjetër është mi pastru dhëmbët me forcë, i pastruan ma mirë, jo. Nuk bëhet pastrimi i mirë me forcë, forca i tamton dhëmbë. Ka edhe mite tjera, është njëni për tyne me përdor pajin e dhëmbëve flosin, kur gjakos dhëmbi nuk bën. Më thonë, është e kontratadueshme me përdor me tutje, i kena antisa. Cilat janë gabimet më të shpeshta që i bojnë njerëzit rreth kujdesit oral? Ka disa gabime, mund të më nis prej asaj, do të thoni pastrimi i dhëmbëve për një kohë shumë të shkurtër. Pastrimi i dhëmbëve duhet bëhet 2 herë, të paktën në ditë, më thonë. Mirë po, edhe pastrimi i tyre ka një kohë të caktuar, minimumi 2 minuta. Do të thonë, nëse çka do që bën në 2 minuta, atëherë nuk është një pastrim në mënyrën e rregull. Pastaj është përdorimi i pajit dentar, të paktën 1 herë në ditë. Sipërfaqet e dhëmbëve të cilat janë më të ngushta, nuk mundet me depërtu brusha normale. Edhe nëse nuk përdorim pajin e dhëmbëve, atëherë të plishet ma të zakonshme janë në mes ty. A pastron ma mirë brusha elektrike se sa ajo e thjeshtë?
Për mu, për mendimet tem është klasike. E kam kontrollën tem në dorë, domethënë është në dorën tem. Edhe elektrika është e mirë, po përdorimi i brushës elektrike ka edhe atë anën e vet të mirë, domethënë nëse e përdor në mënyrën adekuate. Nuk është me përdorë domethënë brushën elektrike si një brushë klasike. Brusha elektrike rrotullime të cilat i ka atë duhet me mbështet për sipërfaqen edhe mbi çaj më rrotullu, më sill rrethëmbët edhe me largu domethënë depozitimet të cilat veç i kena prej ushqimit. Nuk mundesh me përdorë domethënë teknikën e njëjtë me brusha të ndryshme. E përmende ma herët që duhet minimum me i pastru 2 herë n'ditë, po sa është optimalja? 2 herë. 2 herë, okay. E a duhet me pastru mas çdo herë masi që konsumojmë ushqim ajo? Ka dikush që han 2 herë n'ditë edhe nuk përdor snacks, ka dikush që edhe në mes të vakteve han edhe ushqime tjera. E çdo herë është mirë domethënë, paktën 2 herë n'ditë, Nëse është 3 herë n'ditë nëse është e mundur. Sidomos gjatë përdrimeve të sheqerave. Nuk është mirë me lënë të thonë sheqerë mandaj edhe për shkak se dina që ai veç se fillon me liruat aciditetin e vet edhe e bën ndërtimin e zmajtit dhe ashtu vazhdon domethënë edhe prishet edhe dhëmbë. Mirë po, tash asnjëherë nuk mundna me këshillu dikën paktën 3 herë n'ditë, pastroj edhe për arsye se dina që 90% domethënë popullat që janë nëpër puna janë domethënë të angazhuar, edhe është diçka të cilën nuk mundem me bo 1 herë n'ditë, të lutëm, të paktën 2 herë, mëngjes edhe në mbrëmje. Mbrëmje domethënë para xhumit, nëse nuk bëhet një higjenë e mirë dentare, atëherë kena me pas as higjenë eksakt të mirë asnjëherë një. A ka metodë saktë ose t'gabume me përdorë pejnë dentar? Po. Pejnë dentar kur e përdorin duhet me mbështet te sipërfaqja e vendose pejë dentar mes dhe me mbështetësh te sipërfaqja e dhëmbit dhe vazhdon poshtë. Vazhdon prapë në njëjtin vend, po te dhëmbi tjetër. Dhe nëse shkojnë në mënyrë vertikale, lart poshtë, atëherë fillon domethënë edhe dëmtimi i mishit dhëmbe. Për atë arsye gjithmonë është mirë një këshill prej stomatologut, kur vetë se nëse s'ke fillu ma herët me përdor pejnë dentare dhe po don tash me përdor, konsultohu ashtu. Paktën që nëse fillon me bëhet diçka bën në mënyrën e drejtë, jo Veç me veç thonë me që thonë po që me bo. përdore. E shpërlarësit orale, a i preferon? I preferoj, mirë po jo edhe aq shumë, nuk du me zëvendësu shpërlarë si bojës brusha, higjienat dentare, domethënë. Ka disa që thojnë po i shpërlajnë mëngjes, po nuk i pastroj me brushë, nuk është ajo. Nëse ty të pëlqen me shpërlarë domethënë edhe me përdorë edhe shpërlarësin e gojës, bën e domethënë masi që i ke bo pastrimin e dhëmbëve. Jo me zëvendësu shumë. Ajo domethënë unë për vete nuk e praktikoj çati. A mundet me zbulu goja edhe probleme tjera sistemike ose smundje tjera të organizmit që pacienti nuk i ka ditë më herët? A shfaq goja ai sinjal? Po, shfaq mjaft sinjale, ashtu nuk kisha dashur me thonë diçka të gabueshme që me këtë interpretu tjerë. Ka shumë raste domethënë ku probleme të cilat i kanë me diabet për shembull, apo janë me tension ose që kanë edhe anemia, domethënë goja është shumë një indikator shumë i mirë që na tregon ashtu që pacienti për shembull kur ka problem me shërimin e mishrave të dhëmbit, gjatë pas nxjerrjeve domethënë te pacienta që e me anemi, kjo domethënë shërimi i tyre që nuk shërohet shumë shpejt na tregon edhe që një pacient domethënë ka nivelin e lartë të sheqerit në gjakut, se dina niveli i lartë i sheqerit në gjakut domethënë nuk e ka qarkullimin e njëjtë të gjakut, edhe atëherë edhe nuk e lufton edhe infeksionin në mënyrën e duhur. Kështu që ka shumë edhe probleme tjera, për shembull edhe mungesa e vitaminës B12, hekurit, pastaj aftet e tjera për shkak të imunitetit, është goxha një indikator shumë i mirë. A ndikon stresi te shëndeti i gojës? Po, ndikon shumë. Unë bëj me thonë që na e dina që truni jonë edhe kur flajna nuk po shon plotësisht. Edhe atë tensionin e ditës që e kena domethënë ashtu, shkon të e liru edhe nuk është tek rritnjas, mirë, po te disa e gjen domethënë që te muskujt tonë që janë shumë të fortë, muskujt e fytyrës, e gjun atë tensionin atë mirë që ai me liru presionin prej vetit, edhe e gjun tek muskujt e fytyrës, po edhe pason edhe shtrëngimin dhëmbëve. Ndryshe një jetë edhe si bruksizme, i cili është në kohën e fundit është shumë i shprehur. Përderisa e kam pret klinikën tam, të cilën e kam tash 8 vite, është shumë i shprehur edhe në moshat e reja. Kështu që nuk është diçka që ndikon vetëm bruksizmi, vetëm edhe në harxhimin e dhëmbëve. Unë te pranat sidomos fokusona dhe i them bruksizmi ndikon edhe në pamjen e jashtme, se bjen niveli i kafshimit edhe bie nazolabiale dalin edhe më shumë pa edhe duke më halo edhe më të moshume edhe pa kohën hecur, kështu. Kështu që ka shumë shkaktarë
që vijnë pas bruksizmit, cilat është shumë lehtë mi menaxhu. Domethënë është një kohë me but, cilën e marr natë, në disa raste kur është shumë i shprehun që domethënë ka cilë e marr, domethënë atë shtrëngimin e përcjell edhe ditën edhe po nuk e ka vrejt ma herët dhe pa ja cek domethënë stomatologu, atëherë mundet edhe ditën me paj. Cilat janë procedurat më të kërkuara sa i përket estetikës daktare? Po në fundit në trend është ngjyra e bardhë. Për veten time unë shumë ma shumë e preferoj natyrale, është mirë, po shija është individuale. Më të nisëm për asojna që është kërkesat më të doja janë zbardhimi i dhëmbëve, janë binirsat, cilat janë dy lloje. Unë i preferoj më shumë binirsat, cilat nuk e shkaktojnë strukturën e dhëmbëve, nuk bojnë dëmtime, domethënë cilat janë masane janë pa evidentueshme, edhe trajtimet ortodontike, domethënë forma e dhëmbëve kur është jo e rregullt, edhe një buzëqeshje nuk na po as rregullt. Minutën që ato vinë pozitën e vet dhëmbët, edhe buzëqeshja ka me ndryshu plotësisht. Edhe gjithmonë e rujna dhëmbën natyral, domethënë dhëmbën natyral s'u zaventson asnjë produkt, asnjë dorë, sa që është ai ndërtu me gjitha benefitet e veta. Ekziston një opinion në popullat se zbardhimi i dhëmbëve dëmton dhëmbët. A është e vërtetë? Zbardhimi i dhëmbëve në mënyrën e duhur nuk e dëmton. Zbardhimi i dhëmbëve nëse e bën një herë në jetë, domethënë, edhe i mirëbahesh një protokoll i cili ka zbardhime, e bën në mënyrë duhur, domethënë ose e bën te stomatologu ose home bleaching. Mirë, po home bleaching me indikacione të cilat jep stomatologu, jo me dalë me ble produktet vet, për shkak se duhesh me ditë sa është sasia që duhesh me vendosur, domethënë zbardhuesit, duhet me bë kallapi, goma individuale, për atë person, eksakt, edhe sa herë duhesh me përdor ato. Tash përdorimi i tepërt i saj shkakton dëmtime sipërfaqe të zmaltit, dëmtime tek mishit, cilat ma vona edhe me dashur se s'mujna me i kthya. Çka konsiderohet buzëqeshje perfekte? A është kjo individuale dhe a mundet me arrit kjo pa ndërhyrje invazive? Gjithmonë munohem me nda një pacient të kënaqur. Perfektja është ma individuale. Arrihet, gjithsesi arrihet. Unë ta e ceka edhe më herët që kënaqen, punoj diçka edhe del një rezultat shumë i bukur, pa e dëmtu dhëmbën. Është njëra prej tyne është binirsat direkte, cilat punon direkt me kompozit, domethënë kompozitet estetike cilat i përdore, edhe indirekte mirë po pa gryrën e dhëmbëve. Nëse veç ka qef pacienti mas 4 vjetë, po do mi largu, del forma e dhëmbëve cilën e ka pas ma herët, domethënë pa u dëmtu struktura e dhëmbëve. Edhe është tjetra edhe njëherë është ortodontia është lëmishëm me gjane, domethënë ki metoda të ndryshme trajtimit. Njëna prej tyne cila është edhe tash është edhe ma e kërkume, është edhe transparente, domethënë. Ortodontia transparente, e cila nuk dohet që të kryej një trajtim ortodontik, mirë po pe arrin në fund një buzëqeshje pothuajse perfekte. A ka moshë saktume kush mundet me bo trajtime ortodontike me në kuptimin pikërisht aty produkti transparent? A bëhet veç te fëmijët edhe te të rritur? Jo, nuk kam moshë saktume. Unë pa përfshi një student që pa ta lexu ma herët që domethënë kam bot trajtime ortodontike edhe te pacienta domethënë moshës 70 vjeçare. Nuk ka limit. Një diçka cilën nuk pëlqen kohën e sotit, domethënë që prindërit nuk informohen tek specialisti për trajtimet ortodontike. Ortodontia nuk është vetëm drejtu dhëmbëve, ortodontia ndikon në zhvillimin komplet të nofllave. Ka disa raste të cilat janë raste tepër të rralla, fatmirësisht po flas, që duhet prej moshës 4 vjeçare me fillu trajtimet ortodontike, kur kemi një zhvillim shumë ma të avancuar të noflës poshme, ndërsa noflla e sipërme ka mbet në mos zhvillim, ka mbet mbrapa në zhvillim, edhe ndikon domethënë komplet në pamjen e jashtme të fizikut, po ndikon edhe në të folurit, ndikon edhe në ushqyeshmëri. Domethënë është një zinxhir që lidhet shumë njëri me tjetrin. Kështu që në kohën moshën 3 deri në 6 vjet, domethënë një kontroll thjesht mënyrë shoqërore. Domethënë prindi me sjell fëmijën tek stomatologu është një ndër veprimet më të mira që janë e shohën në frent që e bën. Domethënë vizita e parë te stomatologu i fëmijëve mundet me fillu prej moshës 3 vjeçare. Mundet me fillu edhe prej moshës 1 vjeçare. Domethënë standardet me protokollin evropian është prej moshës 1 vjeçare. Kur veç se ka fillu dalja e dhëmbëve, ku informohet edhe prindi në mënyrën adekuate, metodat e pastrimit të dhëmbëve, edhe fëmija nuk e njeh stomatologun
si një mjek, si një doktor që duhet me ja pas frikën. Po vjen në mënyrë shoqërore edhe njoftohet me ambientin, që herën tjetër veç se nëse duhet me ardh, ai është njoftu domethënë me neve, edhe nuk kam me pas atë frikën që e ka një numër shumë i madh popullsë. A ndikon përdorimi i biberonit edhe i gishtit në formimin e nofullës edhe dëmve? Ndikon kur përdoret, me thonë ma shumë se më shumë i vjeç që ndikon në atë mirë për arsye se nëse përdorimi i biberonit është gjatë, do të thonë vazhdon edhe mbas moshës 2 vjeçare, atëherë forma nofullave që ka me marrë formën, do të thonë biberonit ose shishës ose gishti, në diçka që ndikon domethënë formimin e nofullës në atë pozitë cilën e marrën edhe fëmija me biberonin. Për marrë në shembull si një fëmijë domethënë flan me gisht të vendosur mrena gojës, atëherë nofulla se për me ka me marrë një hark të atij gishti, cila domethënë gjithmonë e preferoj domethënë që mu largu para se mu lidh fëmijaj, as shumë me to. Mu për veti nuk e kisha përdorur hiç. Nëse ka mundësi, kur e di çfarë pasoja i bën domethënë te fëmijët. E çka ndodh me dhëmët gjatë menopauzës edhe ndryshimeve hormonale? E dina që me fillimin e menopauzës vjen edhe niveli i estrogenit. Një prej hormonave që ndikon domethënë negativisht edhe në sistemin komplet të kockave të forta. Me rënien e estrogenit, domethënë fillon edhe rënja e nivelit densitetit të kockës që të dhëmtë tonë ndikon domethënë fillon edhe një lëvizshmëri më e madhe, ku nëse pacienti ka edhe para të ntosë atëherë probleme me periodontiumin, lëvizshmëria ka me konë edhe më e avancume. Gjithashtu është edhe probleme pastaj është edhe tharja e gojës që vjen si për shkak të përdorimit të medikamenteve, ku në atë kohë përfshin edhe medikamentet të mosha e tretë edhe tensioni, që disa prej tyre bëjnë tharjen e gojës stereostomi. Njona prej efekteve të cilën e kanë është edhe një prej sindromeve që e shprehën shumica e zonjave, është edhe një tjekje e gojës, për shkak të tharjes së gojës, ku domethënë ndikon edhe medikamenti, po ndikon edhe çrregullimet hormonale. Një ndër to domethënë ku vlen cekat është shprehet edhe më shumë osteoporoza. Domethënë që përveç që ndikon dhëmbët, ndikon edhe komplet nofullën. Sidomos te pacientat cilët kanë edhe proteza, atëherë fillojnë domethënë shfaqen edhe problemet edhe më të mëdha pastaj. A e dëmton shtatzania dhëmbëve? Jo, absolut jo. Domethënë prishja e dhëmbëve nuk vjen prej shtatzanisë. Gjatë shtatzanisë domethënë mundesh me pas çrregullime për shkak të çrregullimeve hormonale mundesh me pas ndonjë problem me mishrat e dhëmbëve, domethënë probleme gingivalne, cilat e disa shfaqen në prishjen e dhëmbëve jo. Materialet që përdoren te plombat dentare, a janë të rrezikshme, a ka lloje të ndryshme, a duhet me pas kujdes stomatologu kur e zgjedh çka po blen, a janë krejt njëjta? Jo, nuk janë krejt njëjta. Fatmirësisht unë kohën e fundit është eliminuar domethënë përdorimi i mbushjeve të ceca, të cilat kam pas në kohë. Unë për vete nuk i preferoj asnjëherë, apo nuk i përdori, ndërsa mbushjet të tjera në të cilat përdoren mbushjet e kompozitit nuk kanë asnjë efekt ansor domethënë. Thjesht janë shumë estetike, domethënë kanë çdo herë ngjyrën e dhëmbit që nuk duhet mu dallu, domethënë kur bëhet një mbushje e dhëmbit. Me do edhe mundesh me bëu formën e dhëmbit në mënyrën adekuate, qysh duhet me konë edhe forma morfologjia e dhëmbit natyral. Në qysh është një rutinë e rregullt orale ditore? Çka duhet një kujdes oral ditor me përfshi? Strimi i dhëmbëve, përdorimi i pajit dëndor, eliminimi i ushqimeve të cilat përmbajnë shoqar ambëlsirave. Unë të bish, dikush nuk mundet mi ik asaj, pakto 30 minuta ma se mos me kaluaj koha e veprimit të tyne me bëhet edhe një pas frem në dhëmbëve, edhe vizitat e rregulla te stomatologu. A duhet me u pastru edhe gjuha me të njëjtën brush që pastron dhëmbët? Jo, pastrimi i gjuhës është me brush adekuate për pastrimin e gjuhës. Nuk kisha preferu domethënë me eliminu atë pjesë asnjëherë, për shkak se stresohen edhe ushqimet në javshëm edhe në atë pjesë. Qysh mujnë me ditë njerëzit e thjeshtë cila është pasta e duhur për pastrimin e dhëmbëve? Ata që janë një laik, nuk janë profesionistë fushës, qysh me vendos? Tash edhe pastat kanë përmbajtje të ndryshme. Ka disa domethënë që kanë probleme më shumë me mishrat e dhëmbëve, atëherë e zgjedhin pastën e cila është e preferuar, domethënë e destinuar për atë kohë. Pastaj janë pastat për ndjeshmërinë e dhëmbëve, të cilat e ulin sensibilitetin e dhëmbëve.
edhe pastaj të zakonshme. Mirë, po një diçka që kisha cek, sidomos te prindrit, është që pasat për fëmijë, domethënë të përdoren për moshën adekuate të fëmijëve, për shkak të përmbajtjes flore. Sa në vit preferohen vizitat rutinore te stomatologu edhe në raste domethënë kur s'kan dhimbje? Kisha mujt me klasifiku, domethënë, në dy pjesë, me thonë. Për ata të cilët përdorin, domethënë konsumojnë cigaren, janë duhanpirës, një herë në 6 muaj, domethënë një pastrim, cilën duhet gjithçysh me bo. Edhe një herë në vit të paktën në çdo person një kontroll të stomatologu është është shumë e mirë me ndalu, me parandalu. A i lejohet pacientit me vendos apo do në anestezia, se unë mas pari që shkoj kur kam najë dhimbje të madhe, se kam fobi edhe si ti ndër tham dua anestezia mandi foljem. A mundet me vendos pacienti? Normal që mundet me vendos pacienti vetëm në ato raste kur ka probleme sistemike shumë të mëdha, të cilat duhet me detaju të me tonë me kështu cilën anestezia me përdor. Asnjëherë nuk më nave se pacienti që më pëtjap anestezia. Gjithçka. A është normale mos me mujt me përballu pastrimin e dhëmbëve pa anestezik? Po, është normale. Ka disa individ që janë shumë të ndjeshëm, janë hipersensibil në atë aspekt. Thjesht dikush edhe zhurmë ato me tonë, mjetet të cilat e përdoren, nuk është që mundet me duru dhe e percepton edhe si dhimbje. E përmendëm më herët që ka 8 vite që veç e ki ordinancën tonë, nuk po di dhe a ke punu më herët të ndonjë ordinancë. A ka ndonjë rast ndonjë pacienti që të ka mbetë në mendje? Është një pacient cilën kam punu, po thoj se 2 vite në ta, domethënë, e kisha cik në pika të shkurta, për shkak të një fjale që ma ka thonë në fund që më kalon shumë për shtypje dhe e kam halo në mendje ashta. Ka pas, domethënë, si fëmijë ka pas një aksident, edhe prej atjere, domethënë, ka pas shtrëgullime në dëm edhe në ofull, cilat e cika ma herë që se duhet me trajtu si fëmijë. Frikën që ka marrë, domethënë prej stomatologët, se është njëna prej fobive më të mëdha, cilat e njohëm na. E kanë shtyllë dhe në atë nivel që mos ka pas ku me shku. Kur ka ardhur te ona ka ardhur me kërkesën që vetëm i vendos, domethënë mi vodëm me kurora mirë, po për shkak të zitës dhëmbëve punë e pamundshme. Edhe kam filluar trajtimin në ortoped tek, domethënë ka shku me një protokoll, që shkon në protokoll muj me thonë evropian, ashtu jo vetëm me gry dhëmbët dhe me përfundu me ato, për shkak se e di në fund që nuk del një estetikë e bukur. Thjesht është ambientuar me një vend, ka filluar domethënë me ardh me qaf. Prej asaj frikës të madhe, është përmbajt ekstrem shumë të rregullave. Ai nuk ka jetuar o mirë, po nuk kam pas asnjëherë probleme edhe pse me distancë është bo trajtimi ortodontik. Edhe në fund, domethënë, kur është përfundu komplet, mas 2 vite, ajo çka ka dosh, fjala tina në punë, faleminderit, ma ke ndryshu jetën. Është fjalë shumë e madhe për neve, për ne profesionist, për mu kohën, ndoshta 18 vite gati që planoj, po fjala më e mirë që kam mundua të ndrysh. Me qenë se përmatëm disa herë frikën, cili është mesazhi yt për njerëzit që kanë frikë nga dentisti? Mesazh shumë thjesht, gjej dikon që mundesh me besu. Thjesht edhe tregoj që ki frikë. Minutën që te akcepton të frikën tënde, me një farë mënyrë jetë të ballafaqosh atë frikë. Unë kam mjaft raste, që ka pacient ndoshta i ka bo 30 pacient, 40 që s'ka shku asnjëherë te stomatologu pe frikës që ka marrë, domethënë prej fëminisë. Unë e pëlqej mënyrën e sistemit tam të punës, çu bëj. E ndoj kohën për atë pacient, nuk i lahet, domethënë me prit 3 orë pacienti se shkon ty rrit ajo frika, edhe bisedoj me to. Një këshill tjetër është shkok kur nuk ki dhimbje, domethënë edhe pse ki frikë, shkok kur nuk ki dhimbje, thjesht bën një vizitë që ti me ballafaqu veten me frikën veç prej titullit që ka. Jo me njëtën që kur ki dhimbje është normal që Afrika shkon halo edhe ma shumë të rrit. Raymond, faleminderit shumë që ke gjetë kohën në ardhë sot në Glowcast, po shpresoj që do të shihemi prapë dhe të uroj shumë sukses në punën tënde të përditshme. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit gjithë juve që ishit me ne në episodin e radhës të Glowcast. Episodin e plot mund ta ndiqni çdo të njëjtën orën 20 në YouTube në kanalin Glowcast KS. Deri në episodin e radhës, shëndet për ju dhe familjet tuaja.